Plani disa miliard dollar është i Jared Kushner dhe Ivanka Trump për ndërtimin e resorteve luksoze në ishullin e Sazanit dhe në zonën e Zvërnecit, ka kthyer Shqipërinë në qendër të një debati që tashmë ka kaluar kufit e vendit. Ajo që nisi si një kundërshtim ndaj ndërhyrjeve në një zonë të mbrojtur, është ndërruar në protesta të përditshme në Tiranë, ku aktivistët mjedisor, banorët dhe qytetarët kërkojnë ndalimin e projekteve dhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Në qendër të debatit është Laguna e Nartës, një nga ekosistemet më të rëndësishme në Mesdhe, ku mira flamingo dhe qindra specie të tjera e shpendësh gjejnë shtret çdo vit. Protestuesit paralajmërojnë se ndërtimi i komplekseve turistike mund të dëmtojë në mënyrë të pakthyeshme këtë habitat të mbrojtur, ndërsa qeveria këmbgul se investimet do të realizohen duke respektuar standardet europiane të mbrojtjes së mjedisit. Pa kilometra më tej ndodhet ishulli i Sazanit, ish bazë ushtarake dhe pronë shtetërore, i cili është parashikuar të kthehet në një destinacion ekskluziv turistik. Ivanka Trump ka treguar më herët se ideja për investimin lindi pasi vizitoi ishullin gjatë një udhëtimi me jahtë, ndërsa projekti synon ta transformojë zonën në një resort luksoz. Megjithatë, kundërshtimet nuk kufizohen vetëm tek ndikimi në mjedis. Banorët të Zvërnecit pretendojnë se një pjesë e tokave u përkasin familjeve të tyre prej brezash, ndërsa SPA ka ngritur akuza ndaj një prej personave të përfshirë në shitjen e pronave për falsifikim dokumentesh dhe pastrim parash. Çështja e pronësisë është ende objekt hetimi. Tensionet u përshkallëzuan në fund të majit, kur në plazh u vendos një gardh, u sollën makineri të rënda dhe nisën punime paraprake. Pamjet e përplasjes mes rojeve private dhe protestuesve u përhapën me shpejtësi, duke nxitur demonstrata të përnaçme në kryeqytet. Gardi u hoq pak ditë më vonë për kundërshtarët e projektit, thonë se kjo nuk ndryshon thelbin e problemit. Aktivistët mjedisor pretendojnë se ndërhyrjet kanë prekur dunat e ranore ku folezojnë breshka detare kareta dhe sezona përfshin mbi 2000 specie bimore e shtazore, si dhe 18 habitate me rëndësi europiane. Sipas tyre, zhvillimi turistik në këtë shkallë rrezikon një nga pasuritë më të mëdha natyrore të Shqipërisë. Nga ana tjetër, kompania e Jared Kushner ka deklaruar se synon të krijojë një destinacion turistik të klasit botëror, të projektuar me standarde të larta arkitekturore dhe me fokus tek ruajtja e natyrës. Sipas saj, projekti do të zhvillohet vetëm në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe vlerësimet mjedisore, ndërsa protesta aty në muajin e 2 debati nuk kufizohet më vetëm tek Sazani apo Zvërneci. Për shumë qytetarë ai është kthyer në një simbol të mënyrës se si merren vendimet për investimet strategjike, përdorimin e pronës publike dhe mbrojtjen e pasurive natyrore të vendit. Pikërisht në këtë klim të tensionuar, kryeministri Edi Rama dha një intervistë për televizionin britanik Channel 4, ku u përball me pyetje të drejtpërdrejta mbi projektin, protestat dhe akuzat e ngritura nga kundërshtarët e investimit. I pyetur se si ndihet kur ka protestues jashtë zyrës së tij nat pas nate, Rama thotë: "E mrekullueshme për vendin dhe për shoqërinë, sepse në të njëjtin bulevard jo shumë kohë më parë, rreth 15 vjet më parë, njerëzit vriteshin me plumba të vërtet ndërsa protestonin paqësisht. Kam reflektuar shumë mbi këtë protest dhe kam arritur të kuptoj se për njerëzit dhe me të drejtë, kjo nuk ka të bëjë me faktet, janë pritshmëritë më të larta ato që nxjerrin njerëzit në rrugë. Kjo nuk është një gjë e keqe, është e mrekullueshme. Prandaj thash fantastike, kështu që unë i kuptoj ata." Përballë pyetjeve këmbgulse të gazetarit, Rama mohoi kategorikisht se në Sazan ka nisur ndonjë projekt. Sipas tij, në ishull nuk ekziston ende asnjë marrëveshje konkrete dhe përfshirja e Sazanit në debatin publik është e parakoshme. Gazetari këmbguli se Jared Kushner dhe Ivanka Trump i kanë paraqitur projektet e Sazanit dhe Zvërnecit si pjesë të njëjtit investim. Rama pranoi se ideja e investimit është e lidhur, por sqaroi se kjo nuk do të thotë se ka nisur zbatimi i projektit. Debati u përqendrua më pas tek Zvërneci. Gazetari tha se kishte qenë vetë në terren dhe kishte parë gardhe, makineri dhe punime që sipas tij tregonin se projekti kishte filluar, por Rama e kundërshtoi me forcë. Ai shpjegoi se nuk bëhet fjalë për nisjen e investimit, por vetëm për ndërhyrje paraprake që lidhen me procedura teknike dhe administrative. Sipas kryeministrit shqiptar, leja përfundimtare do të jepet vetëm pasi të përfundojnë vlerësimet mjedisore, gjeologjike dhe hidrologjike. Kur gazetari argumentoi se studimet mjedisore duhet të kryen përpara se në terren të futen buldozerët, Rama u përgjigj se makineritë janë përdorur vetëm për të krijuar një rrugë kalimi për komunitetin lokal, në mënyrë që lëvizja e banorëve të mos pengohej. Gazetari e kundërshtoi edhe këtë shpjegim, duke thënë se rruga ekzistonte edhe më parë dhe se kufizimet nisën pikërisht pas vendosjes së gardheve. Një tjetër moment i intervistës lidhet me marrëdhënien e Ramës me Jared Kushner. Gazetari kujtoi deklaratat e Kushner sipas të cilave ideja për investimin lindi gjatë një udhëtimi me jahtë në vitin 2020. Rama konfirmoi se kishte qenë i ftuar në jahtin e biznesmenit Ned Rothschild, ku ishte njohur me Jared Kushner dhe Ivanka Trump. Sipas tij, në atë kohë, ata nuk kishin asnjë plan konkret për të investuar në Shqipëri. Interesi për projektin të Rama
lindi disa muaj më vonë gjatë një takimi në Davos ku Kushner shprehu dëshirën për të eksploruar mundësitë e investimit. Kryeministri shqiptar tha se ishte krejt normale që qeveria ta mirëpriste këtë interes. Madje Rama e cilësoi investimin si një nga projektet më të jashtëzakonshme që mund të realizohen në Europë. Kur gazetari kërkoi të dinte pse e konsideronte kaq të veçantë, Rama u përgjigj se publiku po krijon një ide të gabuar për atë që do të ndërtohet. Ai theksoi se pamjet e publikuara nga Jared Kushner në rrjetet sociale nuk përfaqësojnë projektin përfundimtar, por vetëm një prezantim për prak. Sipas Ramës, ndërkohë projekti ka evoluar dhe tashmë po hartohet nga arkitekt dhe ekspert ndërkombëtar të peizazhit, të njohur për punën e tyre në mbrojtjen dhe rigenerimin e ligatinave. Ai shtoi se paralelisht po zhvillohen edhe vlerësime të pavarura për ndikimin në mjedis, dhe se qëllimi nuk është dëmtimi i zonës, por rehabilitimi i saj. Intervista u ndal edhe te kritikat e Komisionit Evropian. Gazetari kujtoi se Brukseli ka shprehur shqetësime për ndryshimet ligjore të vitit 2024 që lidhen me investimet strategjike dhe ndikimin e tyre në mbrojtjen e mjedisit. Rama u përgjigj se është normale që Komisioni Evropian të jetë kërkues dhe kritik gjatë procesit të negociatave. Megjithatë, ai e cilësoi absurd pretendimin se Shqipëria do të miratonte projekte që bien ndesh me standardet europiane, ndërkohë që synon anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Në fund të intervistës, gazetari e pyeti nëse ndihej i prekur personalisht nga protestat, akuzat që shoqërojnë këto projekte. Rama mohoi të ishte i lënduar. Ai tha se çdo njeri që punon me pasion e merr personalisht punën që bën, por shtoi se protestat nuk i ka parë si sulm. Përkundrazi, sipas tij, protestat e zhvilluara gjatë muajit qershor tregojnë se shoqëria shqiptare është bërë më e emancipuar dhe më aktive në mbrojtjen e interesit publik. Në të njëjtën kohë, ai tha se reagimet qytetare shërbejnë edhe si një pasqyrë për qeverinë për të kuptuar se ku duhet të reflektojë dhe të përmirësojë mënyrën e komunikimit dhe të vendimmarrjes.